Vendi ynë vazhdon të jetë nën kushtet e motit të keq që ka përfshirë pjesën më të madhe të territorit. Rreshtet e 3 ditëve të fundit kanë shkaktuar prurje të larta, rrëshqitje dherash dhe përmbytje në disa qarqe të vendit. Sipas asaj që raporton Ministria e Mbrojtjes, situata paraqitet më problematike në Durrës, Lezhë, Gjirokastër, Vlorë, Berat, Dibër dhe Korçë, ku po kryen ndërhyrje për pastrimin e rrugëve, riparimin e urave, forcimin e argjinaturave dhe largimin e ujrave nga banesat. Për të monitoruar nivelin e lumit Vjosa, në teren ishte edhe kreu i emergjencave civile Haki Çaku, i cili tha se situata vijon të mbetet në alert. Situata paraqitet në alert, natyrisht sepse niveli i prurjeve në Vjos është i konsiderueshëm, rreth 7 metra në mifol, ku është matja aktuale. Nga ana tjetër, edhe në qarkun Durrës janë raportuar probleme të shumta, ku në Sukth po vijon pastrimi i kanaleve të ujrave me 2 eskavator, ndërsa në Ishëm po punohet për hapjen e rrugës së bllokuar nga rrëshqitjet. Në qarkun Lezhë, konkretisht në Shënkoll, po punohet intensivisht për mbylljen e çarjes së argjinaturës së vajinit. Në Shëngjin është punuar për largimin e ujit nga oborret e shtëpive, pallateve dhe hoteleve, ndërsa në Kurbin dhe Mirdit po punohet për pastrimin e rrugëve, riparimin e urave. Në qarkun Kukës po vijohet me pastrimin e gurëve dhe inerteve në rrugët kombëtare për të mbajtur akset e kalueshme, ndërsa në Ujmisht dhe Zapot po punohet për hapjen e rrugëve të bllokuara nga rrëshqitjet. Në qarkun Shkodër është hapur segmenti Theth Ndërlysaj, ndërsa në pjesën Ndërlysaj Breg Lumi, ekipet vijojnë punën për zhbllokimin e rrugës së mbuluar nga rrëshqitjet. Në Libohov të Gjirokastrës po punohet për zhbllokimin e aksit Suh Poliçan pas shembjes së rrugës, ndërsa në Dropull ekipet po punojnë për disiplinimin e urave dhe rikthimin e energjisë elektrike. Në akset Elbasan Peqin dhe Elbasan Librazh po pastrohen inertet dhe polirohen akset rrugore, ndërsa në Gramsh po ndërhyjet me mjete për të shmangur daljen e lumit Kërpic nga shtrati. Në qarkun Berat po vendosen prita mbrojtëse dhe po pastrohen rrugët për shkak të prurjeve të Osumit, i cili ka përmbytur qindra hektar tokë. Në qarkun Korçë po punohet për riparimin e urave të dëmtuara, ndërsa në Denas Lekas po monitorohet aksi rrugor në të cilin ka prezencë uji. Në Dibër dhe Klos po punohet për pastrimin e përrenjve që kanë dalë nga shtrati dhe për mbrojtjen e banesave të rrezikuara.